Ambasada Amerikane në Tiranë ka dalë me një lajmërim të rëndësishëm për personat që aplikojnë për të marrë një vizë për në SBA. Në mesazhin e publikuar në faqen zyrtare, thuhet se çdo person që gënjen për të marrë vizën e SBA-s, apo që shkel afatet e qëndrimit në skadim të vizës, do të përballet me ndëshkime serioze. Të gjithë aplikantët për vizë duhet të dëshmojnë se kualifikohen për një vizë në mënyrë që të vinë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo përfshin qëllimin për të qenë në përputhje me ligjet tona. Nëse gënjeni për të marrë një vizë, punoni në mënyrë të palishme ose qëndroni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas skadimit të vizës ose programit të udhëtimit pa viza, do të përballeni me ndëshkime serioze. Këto përfshin burgim, dëbim ose ndalimin e përhershëm të marrjes së vizës amerikane në të ardhmen, thuhet në këtë reagim të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, duke qenë një njoftim tejet i rëndësishëm për të gjithë ata shqiptarë, të cilët synojnë që të udhtojnë për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto masa kanë ndryshuar rreptësisht që nga koha që Donald Trump është rikthyer në Shtëpinë e Bardhë, i cili tashmë ka nisur që të bëjë, sidomos dhe kryesisht emigrantët nga Meksika apo vendet e tjera të Amerikës.